Mungesa e investimeve në infrastrukturën rrugore dhe rrugët e pandrequara u bën shkak që banorët e fshatit Hoti i Ri në Shkodër të protestonin këtë të martë, ndërsa tregojnë vështirësitë me të cilat hasen çdo ditë. Banorët e zonës thonë se rruga është burim aksidenti, sidomos gjatë natës. Kryesor është për ne mbetet rruga. Si mas thanjeve, kjo rrugë do mahet me parametra më vonë. Na nuk kërkojmë parametra rrugës, rruga është për ne në zaboll, po kërkojmë të që prej të makina që po shikoni ju unë, e deri në fund të kryqëzimit dytë, është skandaloze. Kërkojmë një asfalt. Nëse nuk marrën një zgjidhje nga autoritetet përkatëse për rikonstruksionin e rrugës, banorët e Hotit të Ri paralajmërojnë për shkallëzim të protestave deri në bojkotimin e zgjedhjeve të 11 majit. Uj pishim. Është bën një investim që është në 2008, deri në tash s'ka pikë ujë. Këta fshatarë me munim me medjes kanë hapur pusa me shpenzime të mëdha kolosale. Një pjesë e këtyre banorëve kanë bërë shtylla private, bile dhonjën nga ta, me keqardhje thonë këtë punë, kanë bën kërkesa të gjithë banorët paguajnë energjinë elektrike. Pse si shërbim qytetarëve? Duhet të ketë edhe mjetër nishimit, bile të paktën 100 metër me pas një mjetër nishimit gjatë natës, sepse ka kudo që ndodhin punë të kësia pa dëshuar. Edhe më herët, banorët e Hotit të Ri në Shkodër kanë ngritur zërin për këto probleme, por deri më tani nuk kanë gjetur asnjë zgjidhje.